Të dashur televizikues, mirë se takohemi në intervistën e radhës. Këtë herë do flasim për rëndësinë e gazetarisë, pra që prekim edhe pjesën e redaktimit, padyshim. Atëherë bëhet fjalë për një revistë e cila është padyshim mjaft e njohur edhe për ne, që është revista Koha Javore, e cila është një revistë e njohur shqiptare, fokusuar kryesisht në analizat e thella politike, shoqërore dhe kulturore. Atëherë, si kryeredaktor i kësaj reviste, me ne në studio është Ismet Kallaba, që ka kontribuar në zhvillimin dhe orientimin e revistës, duke i dhënë asaj një profil të fortë në gazetarinë shqiptare. Është i njohur edhe për pjesën që ligjëron në Universitetin Luigi Gurakuqi në Shkodër, pra pikërisht për gazetarinë. Ne me Ismetin do flasim për çështjet dhe rëndësinë e redaktimit në këtë revistë. Atëherë faleminderit që pranove ftesën të je këtu sonte me neve në studio. Po, faleminderit Anadeta, është kënaqësi, gjithmonë vi me kënaqësi, në malësi, sidomos në televizionin Bojën, duke pasur parasysh që televizioni Bojën ka një rol shumë të rëndësishëm sa i përket gazetarisë edhe medias në gjuhën shqipe në malin e zi, dhe do të thosha që ka dhe një mision, sidomos sa i përket po them mediave lokale në gjuhën shqipe, dhe është zëri vetëm, për fat keq, zëri vetëm, informativ, në malësi, po flas në rrafshin lokal, sepse sigurisht kemi edhe media të tjera, pra media publike, siç është shërbimi publik i radio televizionit Malit e Zi, edhe pra gazeta apo revista Koha Javore, edhe media të tjera, por po them që është një zë i rëndësishëm në atë peizazhin mediatik në gjuhën shqipe në Malin e Zi. Kryeredaktor i revistës Koha Javore, cila është përgjegjësia e një redaktori për të ndikuar në formimin e mendimit publik? Po, sigurisht që Koha Javore ka një rol shumë të rëndësishëm, sidomos sa i përket duke qenë që është e përjavshme, duke qenë që është javore. Pra, për fat keq dua të them që shqiptarët në Maltezi nuk kanë një media të shkruar ditore, dhe duke ky është një handicap sa i përket informimit në gjuhën shqipe në Maltezi, dhe duke pasur parasysh këtë ne jemi të detyruar nganjëherë që të botojmë edhe informacione, të botojmë edhe lajme të cilat veç janë transmetuar, si thosh, në media ditore, por sigurisht që roli jon kryesor është në ndikimin ose në formimin e opinionit publik, trajtimin e çështjeve të ndryshme, problematikave të ndryshme dhe çështjeve të ndryshme problemore të cilat i kanë shqiptarët në Malin e Zi dhe të cilat i prekin pra ose i brengosin pra shqiptarët në Malin e Zi. Dhe unë mendoj që në këtë aspekt, pavarësisht faktit se media shkruar sot është në një farë forme, është në krizë, po unë mendoj që Koha Javore megjithatë luan një rol të rëndësishëm dhe ka një rol të rëndësishëm edhe pra në këtë aspekt, në aspektin e formësimit të opinionit publik mbi çështje të ndryshme, pra që lidhen në radhë të parë me shqiptarët në Malin e Zi, por edhe me çështje të tjera që lidhen pra me shqiptarët në rajon apo edhe me probleme të ndryshme në globale. Të sa vite keni që keni marrë këtë detyrë? Unë jam, sa i përket redaktorit përgjithës, unë e ushtroj këtë detyrë që nga dhjetori, pra nuk ka shumë. Unë punoj në këtë të përjavshme, punoj që në fillim të saj, pra që në vitin 2002, por detyren apo postin e redaktorit përgjithës e kam marrë, domethënë, para rreth 3 muaj e gjysmë. Dhe si e përballoni tensionin mes nevojës për të mbajtur një nivel të lartë profesionalizmi dhe etikës gazetareske dhe kërkesave të tregut, që shpesh i kërkojnë mediat të prodhojnë përmbajtje sa më të thjeshta dhe të shpejta për të hequr audiencën. A mund të jetë një revistë si Koha Javore e suksesshme pa përmbushur këto kërkesa komerciale? Po ne sa i përket themelues i Kohës Javore është Kuvendi i Malit të Zi,
Pra ne jemi në një farë mënyrë, jemi një lloj media publike, nuk po them shtetërore, se nuk ka media shtetërore, por po them publike. Pra jemi një media që nuk mbështetemi në komercializëm dhe pra sa i përket tregut, dhe ndoshta kjo në një farë mënyrë na lejon që të ruajmë ato standardet, sepse pra nuk jemi shumë të prirur, apo nuk duam që të priremi ose pra ndaj këtyre kërkesave ose edhe ndaj klikimeve apo formave të ndryshme vetëm për të tërhequr publikun, por në radhë të parë për ne është e rëndësishme një gazetari cilësore, pra standardet e gazetarisë, mbështetja te standardet e gazetarisë dhe sigurisht te ato zbatimi i parimeve etike, pra dhe këto për ne janë një, si po them, një mision i shenjtë, të cilët pra duhet të përmbahemi gjithmonë ose i kemi parasysh gjithmonë në punën tonë. A mendoni se i ka humbur pak vlerën sa i përket gazetarisë dhe është e përfshirë vetëm sa për pjesën e klikimeve apo dhe informacionet të shpejta dhe të papërpunuara? Po, duhet të themi që interneti apo studiuesit e medias thonë që interneti ka ndryshuar përgjithmonë gazetarinë. Këtu kam parasysh faktin që sepse ne edhe në shkollën e gazetarisë, edhe në fakultet, ne ju themi studentëve që ose ajo që ne mësojmë është shkolla gazetarisë e interesit publik, dhe ndërkohë që ata në realitetin e përgjithshëm, e përditshëm, ata ndeshen me një realitet krejt tjetër, pra ndeshen me një realitet ku një pjesë e mirë e mediave nuk kanë parasysh interesin publik, por kanë parasysh shtyrjen e agjendave të ndryshme, të cilat janë pra vetëm që të jenë në favor të pranarit, dhe duke pas parasysh këte, pra një pjesë e mirë e mediave largohen nga misioni i gazetarisë, që është pra interesi publik, që është saktësia, dhe nga ana tjetër, duke ju referuar pra pyetjes suaj, sot i kushtohet shumë më tepër rëndësi shpejtësisë se sa saktësisë, dhe sigurisht që kjo është në dëm të gazetarisë. Duke marrë parasysh që nga viti 2002 që ju punoni të kjo revistë, e deri tani që në dhjetor morët postin e kryeredaktorit, si janë sfidat? Çfarë sfidash përballeni me to? Çfarë mund të jenë sfidat që mund të përballeni, qoftë si kryeredaktor, qoftë edhe si pjesëtar që merresh në një revistë? Po, sfidat janë të natyrave të ndryshme. Unë do të thoja që në radhë të parë ne kemi problem, mendoj jo vetëm koha javore, por në përgjithësi mendoj mediat në gjuhën shqipe kanë problem sa i përket burimeve njerëzore, kanë problem me stafin e tyre, dhe kjo jo vetëm, pra kjo lidhet edhe me rrethanet e përgjithshme, sepse në qoftë se dikur profesioni i gazetarit ka qenë një profesion i çmuar, sot nuk është më, profesioni i gazetarit nuk është më një profesion i çmuar. Dikur të punoje gazetar, sidomos në media publike, sidomos në radio televizionin publik, për shembull, qoftë në Maltëzi, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, ka qenë një privilegj. Të punosh dikur në gazetën Rilindja të Kosovës, po përmendi, ka qenë një privilegj, ndërkohë që sot statusi i gazetarit nuk është ai që ka qenë dikur. Edhe të dhënat qofse kemi parasysh, edhe të dhënat të ndryshme, pra statistikore, tregojnë që edhe sa i përket të ardhurave financiare, gazetarët janë ndër ato punët ose profesionet që janë të paguara keq. Dhe ndoshta edhe kjo ndikon në atë që pra sot për fat keq, pra po them që një pjesë e mirë ose vetë fakti që një pjesë e mirë e gazetarëve, po flas për hapësirën shqiptare, por edhe në përgjithësi në vende të tjera në rajon, fillojnë në gazetari, por pastaj e lojnë punën në gazetari dhe kalojnë në disa profesionet e tjera, ndoshta është një tregues i mirë se i krizës së profesionit të gazetarit, dhe edhe ne e ndjejmë, mendoj, dhe këtë problem, unë po flas për të përjavshme në koha javore, që po flas që ne jemi një staf shumë i vogël, pra dhe ne duhet, pra me atë staf ekzistues, ne duhet që t'i përballim, por mendoj që edhe
edhe mediat e tjera, sidomos mediat private në Malin e Zi, pra këtu kam parasysh edhe televizionin tuaj, edhe televizionin të UTA, por edhe media tjera mbahen me një staf relativisht të vogël dhe shumë e vështirë që një media elektronike, një televizion të funksionoj në mënyrë pra normale, të funksionoj me një staf kaq të vogël dhe sigurisht ka dhe sfidat e tjera, por unë dua të veçoj problemin që kemi me burime njerëzore dhe me stafin në radhë të parë. Do të pyes pak më shumë edhe sa i përket gazetarisë dhe sa i përket mediave dhe asaj se çfarë përbën një lajm, le ta themi, ku në një periudhë ku shumë media janë të varura nga politikanët, le ta themi kështu, dhe interesat e tjera që janë më të fuqishme, si mund të ruhet pavarësia e një gazetari apo edhe një media në fjalë, çfarë do lloj të jetë ajo? A ka ndodhur që të keni pasur kërkesa, le të themi, të ndroni një artikull të veni për të shmangur pra një pasojë negative politike? Sa i përket medias ku unë punoj, sa i përket pra të përjavshme ose pra kohës javore, ne nuk kemi pasur problemet të tilla, për qenë reale dhe unë mund të them që kemi pasur, por nuk kemi pasur. Ndoshta më përpara ka pasur ndonjë po them jo presion, por ka pasur ndonjë, por nuk kanë qenë në nivelin e atyre çfarë ndodh në mediat e tjera, por sigurisht që ne kemi raste sepse jemi në kontakt me gazetar, me kolegë tanë, dhe kjo ka ardhur gjithnjë më tepër duke u shprehur pra që mediat gjithnjë më shumë janë të varura, pra nuk janë të pavarura, dhe kur themi sepse ndoshta ekziston edhe një lloj keqkuptimi sa i përket pavarësisë medias, dhe ndoshta koncepti pavarësisë është një koncept idealist, ashtu siç unë them shpeshherë siç është koncepti i demokracisë. Ne nuk kemi një vend, po marrim Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është një ndër vendet më demokratike, por cili nuk është vend demokratik, dhe ndoshta zhvillimet e fundit e Shtetet Bashkuara të Amerikës tregojnë që edhe ky shtet ka probleme me demokracinë, por sigurisht këto janë probleme më të mëdha, cilat nuk është pra në qendër ose nuk është në fokus të këtij emisioni dhe të kësaj interviste, por po i rikthehem pra medias edhe gazetarisë dhe duhet të them që sa i përket konceptit të pavarësisë, pra po them që është më tepër një koncept idealist drejt cilit duhet jetë një lloj objektivi, por cilin është shumë vështirë. Pse them këtë? Sepse kur themi mediat pavarura, shtrohet pyetja pavarur nga kush? Më përpara kur është thënë e pavarur, shmenduar që është sidomos në fillimin 90, shmenduar e pavarur nga shteti, nga ndikimi shtetëror, nga ndikimi i shtetit, i qeverisë e tjerë, mirë, po ne sot kemi qendra, nuk është më vetëm shteti pra pushtet, por ne kemi edhe pushtetet e tjera, ne kemi edhe rrethet e tjera ose qendrat e tjera interesi. Pra është biznesi, janë edhe rrethet e ndryshme. Ne e dim që për fat keq sot qarkullojnë edhe në tregun mediatik qarkullon para apisët, edhe sigurisht që investimi i këtij kapitali ose këtyre parave sigurisht që nuk ka një qëllim të mirë. Kjo vërehet sepse një pjesë e mirë e mediave, nëse kemi parasysh mënyrën e funksionimit të sistemit mediatik në Shqipëri, nëse kemi parasysh funksionimin e sistemit mediatik në Maltezi, por edhe në vendet e tjera, edhe në Serbi e tjerë, për shembull, jo keni kam parasysh Malin e Zi, ku ju ndër 5-6 televizione, ju keni disa televizione ku pjesën më të madhe ose shumicën e aksioneve ose pronar nuk janë nga Malezi, por janë nga dhe. Në këtë mënyrë unë mendoj që kjo rrezikon në një farë mënyrë edhe skenën mediatike edhe tregun mediatik në Malin e Zi. Dhe dua të them që
media pavarur, e pavarur, sidomos kur flasim për media private ose media komerciale, këto media i shërbejnë dikuj. Asnjë pronar, ose të pakt janë ata pronarë cilët nuk kanë një qëllim ose nuk duan të arrijnë një qëllim të caktuar. Dhe pronarët e medjave kanë pjesa më madhe, shumica atyre kanë agjendat e tyre të cilat përpiqen që t'i shtyjnë, ose të cilët përmes favoreve të ndryshme, ndikojnë ose përpiqen të ndikojnë në opinionin publik. Dhe çfarë mundohet që kuaja javore pra revista të përçojë tek lexuesit e saj, tek lexuesit e revistës? Po, ne jemi në radhë të parë, ne jemi një media serioze. Ne nuk merremi as me jo që nuk na interesojnë, nuk po them që nuk na interesojnë, por nuk merremi me ata që ndoshta tërheqin më tepër publikun. Lajmet roz, se ne nuk jemi shtyp roz, jemi antipod po quaj shtypit roz. Nuk merremi me kronikën e zezë, që e di që në media ditore kronika e zezë tërheq opinionin e tjerë, por ne synojmë, në radhë parë synojmë, sepse përpos që jemi një përjavshme, jemi një media që është media pakicës, edhe neve na intereson që të merremi në radhë parë me problemet që shqetësojnë shqiptarët në malin e zi. Dhe ne jemi të vetëdijshëm që ne nuk kemi një si thosh publik ose një audiencë shumë të madhe, por mundohemi që ato gjëra për të cilat shkruajmë, ato probleme të cilat i trajtojmë, mendojmë që të jemi serioz në ato, sepse shtypi ose media në përgjithësi, pavarësisht faktit që nga njëherë mendojmë që se nuk na shikojnë, ose nuk na dëgjojnë, ose nuk na lexojnë, por unë e vrej atë në rast kur ndodh ndonjë gabim ose diçka tjetër, me njëherë njerëzit janë të prirur të vënë, si të thush, të vënë këtë në dukje, ose nuk po them edhe që të kritikojnë, por edhe pse jo, por unë e kuptoj një gjë që ne kryjmë një punë publike, gazetaria nuk është një punë si gjitha punët e tjera, media nuk është një punë si gjitha punët e tjera, pra është një mision, ne jemi zëri publikut, ne flasim në emër të publikut, ju si gazetare përfaqësoni publikun dhe sigurisht që keni një barë ose një peshë më të madhe se sa disa që kryejnë një punë tjetër. Çfarë roli mund të luajë redaksia tek një revistë apo edhe tek një televizion? Çfarë rëndësie ka redaksia? Po redaksia ka, gazetaria dhe media është një punë grupore. Ju mund t'jeni një gazetar i mirë, mund t'jeni një individ i mirë, por nuk është si në disa punë tjera, nëse ti nuk ke një grup mirë në punën, nëse ti nuk ke një staf të mirë punën, nëse ti edhe një të çalon, edhe një po them kameraman ose një montazhier, po them në rrugën tuaj, ose nëse kjo, atëherë produkti mund të çalojë ose mund të mos jetë i mirë. Pra kërkohet një punë grupore, kërkohet një punë ekipore për të pasur pra si qëllim final një produkt sa më të mirë. E përmendet edhe ndonjë gabim që mund të ndodhin edhe gjatë redaktimit apo diçka e tillë, nëse ndodhin pra këto gabime gjatë redaktimit, si mund të sigurohet që kjo të mos dëmtoj besimin e lexuesve, apo a ka raste kur këto gabime janë të vështira për t'u shpangur? Po, thuhet në tekstet e gazetarisë, në manualet e gazetarisë, thuhet që në qoftë se gabimet e arkitektëve mbulohen me lloç, gabimet e gazetarëve do të mbesin aty gjithmonë. Sigurisht sot ne kemi media online dhe media online është pak më lehtë, sepse ju ndodh ndonjëherë që keni lexuar një lajm që ka qenë dezinformat, pra nuk ka qenë ashtu, dhe kur shkoni ta klikoni ose ta kërkoni, nuk do ta gjeni më lajmin.
dhe keni mundësi në mediat online, ndërkohë që në mediat e shkruara ju nuk keni mundësi që ta korrigjoni, pra po flas për formatin klasik, dhe sigurisht që to gabime janë, por kushdo që punon, gabon, një media mirë, një media përgjithshme, që ja më vogël është, i kërkoj falje lexuesit. Përmend një rast ka ndodhur me New York Times, që një student, sa kuptoj, ka gjetur një gabim që ka ndodhur para 100 e sa viteve, dhe New York Times i kërkon pas 100 e sa viteve, kërkon lexuesit falje për gabim që ka bërë dikush tjetër. Pra kanë kaluar disa breza, edhe i kërkon falje për një gabim që ka bërë dikush tjetër. Kjo tregon për seriozitetin, dhe unë mendoj që gjëja më vogël është të bësh një sqarim, të bësh një korrigjim, edhe të kërkosh falje lexuesit, sepse lexuesi, qoftë edhe një i vetëm, është i shenjtë. Si mund të përshkruhet puna e revistës Koha Javore ndër vite? Them drejtën, unë jam për momentin jam duke u marrë me e kam filluar punë në hartimin e një bibliografie të gazetës Koha Javore, edhe pavarësisht faktit që unë punoj aty që nga fillimi, ndoshta disa gjëra edhe i kam harruar, edhe jam duke u kujtuar disa gjërave, edhe kur e shoh tani pas 22 ose 23 viteve, sepse Koha Javore ka filluar, numri i parë ka filluar me 21 shkurt 2002, pra janë bërë plot 23 vite. Kur i shoh tash ato artikuj që janë botuar aty, e ndoshta e vrej ose e vlerësoj më tepër punën që kemi bërë. Në këtë kuadër ose në këtë kontekst dua të them që ndoshta edhe puna që ne jemi duke bërë tani, ndoshta nuk vlerësohet sa duhet. Por, me kohë, në mendoj që do të ketë rëndësinë e vet, ose ndoshta do të kuptohet më tepër rëndësia e një media caktuar. Një media është, në rastin konkret, Koha Javore është vërtet raporton për kohën, për aktualitetin, por në të njëjtën kohë është edhe një burim i rëndësishëm arkivor për çdo që do të hulumtoj në rastin konkret për ngjarjet e ndryshme, për problemet e ndryshme, për çështjet e ndryshme të cilat kanë ndodhur pra gjatë asaj periudhe, cilës pra kur që prej kur ka filluar të botohet Koha Javore. Si mendoni çfarë mund të jetë ajo arsye se përse mediat të cilat janë serioze, mediat të cilat nuk përmbajnë ndonjë, siç e thekët edhe ju, për pjesën e le të themi klikimeve të shpejta, mendoni se kjo është pikërisht shkaku se përse nuk kanë vëmendje të mjaftueshme mediat serioze? Po, unë mendoj që është mediat roz apo të këto? Unë mendoj që është në natyrën e njerëzit që njerëzit janë të prirur, edhe sot janë të prirur më tepër drejt argëtimit, janë të prirur drejt atyre gjërave të cilat ndoshta konsumohen shumë ma lehtë. Pra, ju e shihni që ne shpenzojmë sot shumë kohë në celular, ju e shihni që edhe në televizion, edhe pra në media elektronike në përgjithësi, ju e shihni që emisionet argëtuese janë ato të cilat tërheqin më tepër, pra dhe si thush nuk ka si thush një lidhje të drejt për drejt ndërmjet diçkaje që është e mirë, nuk do të thotë që diçka që është e mirë ose diçka që është cilësore tërheq edhe numrin më të madh ose audiencën më të madhe. Unë mendoj që kjo ka qenë edhe më herët, ndoshta tani është më tepër e shprehur se sa ka qenë dikur, por duhet kuptojmë që kalojmë në një periudhë përgjithshme. Kjo ka ndodhur, nuk ka ndodhur kjo vetëm në media, nuk ka ndodhur kjo. Ka ndodhur edhe në letërsi, edhe në fusha tjera.
për shembull nëse dikur ju e shihni, pasi që edhe i përkisni asaj fushë, ju e shihni që sot edhe në letërsi, edhe romanet, edhe tjera shkruan shumë ma shkurt, pra tërheqin shumë ma tepër, tërheqin ato format e shkurta dhe mendoj që publiku është i prirur sot që t'i marrë gjërat e gatshme, ndoshta nuk kemi ma lexuesin e dikurshëm, lexuesin i cili është ulur edhe ka lexuar. Ne kemi, po nisemi edhe vetë nga rolin, në rastin konkret, po vendosi edhe veten në rolin e konsumatorit edhe të audiencës, edhe ne kryjm ajo që ndoshta ka ndodhur më herët me radion, se me dëgjuesin e radios, i cili, sepse radion ne nuk ulemi edhe e dëgjojmë, por ne kryjm shumë funksione të njëjtën kohë. Radion ju e dëgjoni duke, për shembull, duke lëvizur me makinë, duke kryer një punë tjetër, një ambise për shembull duke kryer punë të ndryshme ose tjera dhe unë mendoj që kjo po ndodh edhe me median e shkruar edhe me tjera dhe ne lexojmë, si thosh, ose kryjmë 2-3 punë në të njëjtën kohë, pra dhe ndoshta ai lexuesi klasik, ai lexuesi cilin duhet të kemi synim, është si thosh një, ndoshta ishte tepër të them një specie në zhdukje, por po them është diçka që është drejt reduktimit, po them, ose lexues të tillë ka gjithnjë më pak. Çfarë vlere përmban kjo revistë për gjithë popullin shqiptar që flet shqip, qoftë edhe ata të Ulqinit dhe ne që jemi këtu, pra që jemi pakic që flasim shqip, çfarë domethënie ka kjo revistë për ta? Unë mendoj se në radhë të parë shumë pozitive që botohet një revistë në gjuhë shqipe. Ne kemi, kur e them këtë, kam parasysh faktin që Shkodra, qyteti me tradit shtypit shqiptar, sot nuk botohet asnjë gazet e shkruar. Në Kosovë, që prej pandemisë nuk botohet asnjë gazet. Shtypi është memoria e një populli. Edhe pavarësisht prirjeve ose trendeve aktuale, të cilat janë drejt digitalizimit, edhe drejt formave më tërheqëse, mediat e reja, rrjetet sociale dhe tjerë, unë mendoj që shumë rëndësi që kemi, si shqiptar në Malin e Zi, kemi një revistë tillë, të përjashme tillë, si që është koha javore. Për fat keq që ndoshta nuk ja dim vlerën, por duhet kemi parasysh, edhe unë e them gjithmonë, që koha javore është një drejtë e arritur e shqiptarëve në Malin e Zi, sepse kjo ka qenë një kërkesë e partive politike shqiptare, që prej fillimit të tyre, që prej viteve 1990, është miratuar, nëse nuk gaboj, në vitin 1999, është marrë vendimi që të botohet, dhe pastaj ka filluar dal në shkurt të vitit 2002. Pra, ka kaluar një kohë gjatë që për dal. Dhe ne duhet t'i gëzohemi çdo përparimi ose zgjerimi të programit ose tregut mediatik ose peizazhit mediatik me sakt në gjuhën shqipe në Malin e Zi. Sepse për fat keq, pra po them edhe po përdori disa herë, për fat keq që sa i përket peizazhit mediatik në Malin e Zi, për mua, për mendimin tim, ne jemi shumë më keq se sa kemi qenë në fillimet e viteve 2000, sepse kemi pasur ndoshta media private, të cilat ndoshta kanë qenë në atë kohë, kanë qenë edhe më të fuqishme për kohën, sepse dhe kjo fal edhe donatorëve të huaj, dhe unë mendoj që me largimin e donatorëve të huaj, sidomos mediat private ose mediat komerciale,
janë në krizë, duke pas parasysh edhe mediat e pakicave në radhë parë, sepse mediat e pakicave janë ato të cilët e ndjejnë krizën ma përpara, dhe sigurisht që edhe pandemia ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në këtë, po them në gjithë këtë situatë, ose pra këtë situatë sa i përket mediave në përgjithësi, në Maltezi, në rajon, në botë, por edhe sidomos sa i përket mediave të pakicave dhe në rastin konkret mediave në gjuhën shqipe në Malin e Zi. Situata në përgjithësi, situata globale në përgjithësi nuk është e mirë. Jo reflektohet edhe në reflektohet në radhë, reflektohet ka një reflektim ose ndikim edhe sa i përket mediave. Unë nuk besoj, po të më kishit pyetur, unë nuk e kisha menduar, nuk e kisha imagjinuar kur që mund ndodhë që të mbyllet zëri i Amerikës. Dhe ne kemi mbylljen e zërit të Amerikës. Sa do të vazhdoj kjo nuk e di, unë shpresoj që nuk do të vazhdoj shumë dhe do të kuptoj administrata amerikane, do të kuptoj gabimin që ka bërë me zërin e Amerikës, po zëri i Amerikës vërtet ka qenë një media amerikane, por po flas për zërin e Amerikës në gjuhën shqipe, ka pasur një rol shumë të rëndësishëm në proceset demokratike në Shqipëri, pastaj sidomos gjatë viteve 90 në Kosovë, po edhe me vonë e tjerë, po edhe të shqiptarët në Malin e Zi, dhe ajo që më gëzon dhe që lidhet me televizionin tuaj është fakti që është një sinjal i mirë që diaspora shqiptare, të cilën ne duhet ta falenderojmë shumë për shumë gjëra, e cila ndoshta i ka ato problemet e veta, i ka ato përçarjet e veta, por e sheh si një vlerë, si një aset kombëtar televizionin bojën. Dhe ky investim që është duke u bërë sigurisht që nuk është diçka që është me rëndësi vetëm për televizionin bojën, po është shumë me rëndësi në radhë parë për malsinë, por është shumë me rëndësi edhe për informimin në gjuhën shqipe në Malin e Zi. Dhe si përfundim duhet ju pyes si duhet përshkruaje punën tënde si gazetar ndër këto vite deri më tani. Po të flasësh për vetveten është shumë e vështirë. Unë nuk dua të unë po ta mendosh nga një herë që punoj që në vitin 2002 në gazetën Koha Javore dhe 23 vjet janë shumë. Kam mbaruar pra fakultetin e gazetarisë në Tiranë në vitet 93-97. Kam punuar edhe para se të filloj në gazetën Koha Javore, kam punuar edhe në disa mediat e tjera, por po them 23 vjet. Ishte një kohë shumë e gjatë, gazetarët në vendet e tjera kalojnë nga një media në një media tjetër e tjerë. Ajo që dua të them është që jam përpjekur, sa kam arritur është çështje tjetër, nuk më takon mua që ta vlerësoj, do ta vlerësoj dikush tjetër. Jam munduar që të ruaj integritetin e tim, integritetin e profesionit, pra si gazetar, por edhe si njeri, dhe jam munduar që ta shoh punën e gazetarit ose ta vendosi veten në rolin e atij për cilin shkruaj, sepse gjithmonë mendoj që duhet ta kemi parasysh edhe kur kritikojmë dikë, edhe kur duhet kemi parasysh, duhet bëjmë dallimin. Kjo është mendoj një ndër gjërat kryesore që edhe ne duhet ta kuptojmë, por edhe ata për cilët shkruajmë duhet ta kuptojnë që ne nuk duhet të kritikojmë dikë si person ose si individ, por duhet të kritikojmë punën që bën dikush.
dhe unë mendoj që ajo çfarë kam bërë deri tani, mendoj që mund karakterizohet nga një maturi, nuk jam tërhequr nga këto nga momenti, sepse cili është dallimi ose një ndër dallimet e rrjeteve sociale, mediave online edhe pra media së shkruar, po flas kësaj klasike, është pikërisht kjo sepse ne në moment edhe mund të gabojmë, por ne kemi nevojë gjithmonë edhe kur e shkruan diçka ke nevojë që ta mendosh. Ne e themi edhe populli, mençuria popullore ka lëre diçka që të flej, edhe e mendon më mirë, edhe e peshon më mirë, edhe unë mendoj që jam përpjekur që t'i ruaj ato, jo vetëm standardet e gazetarisë, por edhe parimet etike, të cilat unë mendoj që pa të cilat një gazetar nuk, pra edhe mendoj që nuk kam bërë, asnjëherë nuk kam bërë kurfar kompromisi, sa i përket çështje tjetër, ne mund të rrim bashkë, mund të rrim, pra mund të rish me dike, para ose pas një emisioni, por kur vjen fjalat e puna, duhet ta dallosh punën nga jeta private, aq më tepër po them që kur kryen një punë si gazetar ose si media, ke një mision i shenjtë, një mision publik, që nuk e bën vetëm për vete, por e bën edhe në emër të publikut, në emër të audiencës. Dhe mua më ngelet vetëm të falenderoj që ishe pranishëm këtu sot me neve në studiot e televizionit Bojnë. Unë ju falenderoj juve për mundësinë që jeni gjithmonë të hapur, edhe unë gjithmonë edhe kam qenë i mirëpritur, edhe gjithmonë jam i gatshëm që t'u përgjigjem, sepse i di ato problemet, i di ato hallet e gazetarëve, sidomos sa i përket burimet e informacionit, sa i përket të ftuarve e tjera, që më tepër që ne si shqiptarë në Malin e Zi jemi pak edhe pra po them që e di mirë problemet me cilat hasen, pra ndeshen gazetarët në Malin e Zi, dhe do t'jem pra gjithmonë i gatshëm që t'u përgjigjem ftesës suaj për qenë i pranishëm në emisionet tuaja. Shumë faleminderit. Atëherë të dashur teleshikues, kështu kemi ardhur deri në fund të kësaj interviste, ku padyshim etika e gazetarisë duhet të ruajtur, edhe pse ndonjëherë klikimet e shpejta luajnë rolin më të shumtë për sa i përket edhe klikimeve dhe famës që mund të merret në media. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ne shihemi në intervistat e radhës.